Thënie nga Mark Twain, shkrimtar I mirënjohur amerikan dhe botëror. Citojmë: kënaqësitë mondane nuk mund t'i përmbushin kurrë nevojat e shpirtit. Vajzat kanë një fytyrë të tillë që nxjerr fajet në shesh. Të premtosh se s'do të bësh një gjë është sistemi më I sigurt në botë që të dëshirosh të bësh menjëherë pikërisht atë gjë. Është ngushëllim I madh të shohësh fytyra miqësore kur gjendesh në telashe. E vërteta është gjithnjë eden për respekt. Asnjë krijesë e Zotit nuk duhet lënë në shirë të fatit. Ndodh gjithmonë kështu me disa njerëz. Fiksohen me diçka për të cilën nuk dinë asgjë. Nëse gjendesh në një vend ku nuk mund të kruash, pikërisht aty të vjen të kruash nga të gjitha anët. Budallenit dhe maskarenet janë ata që njerëzit e mirë kanë më shumë për zemër. Poshtërsia është kur njerëzit të fusin në kokë shokëve të tyre mendimet e gabuara dhe I bëjnë të ndihen keq. Njerëzit bëjnë vazhdimisht të njëjta gjëra që bëjnë të tjerët, edhe nëse ato janë gjëra pa kuptim. Ai që nuk bën gjërat e duara në fëmijëri është I pashpresë, gjithë jetën bën gabime. Të kesh lindur nga derë e mirë nuk është më pak e rëndësishme tek njerëzit sesa tek kuajtë. Janë gjërat e vogla që të bëjnë të jesh simpatik njerëzve. Nuk mund të lutesh me gënjeshtra. Është gjithmonë kështu, nuk ka rëndësi nëse je sjell mirë apo keq. Ndërgjegja s'do t'ja di e të brenë gjithsesi. Po të kisha një qenë që arsiton si ndërgjegja, do të vrisja. Nganjëherë gjërat shihen, por është sikur nuk shihen. Të gjitha kafshëve u pëlqejnë përdheljet dhe qëndrimet e mira që njerëzit mbajnë ndaj tyre. Ne duhet të bëjmë detyrën tonë, pavarësisht nëse na sheh apo s'na sheh njeri.